Prandaj të dashur miq, lexoni, mësohuni me lexu një faqe me lexu në ditë, tu pikove, mbylleni telefonin. Thoni vetes gjysë ore telefonin s'ka me hap. Prandaj po ju them, mbylleni telefonin gjysë ore dhe merrni lexoni. Sikurse që është adhurim, vepër adhurimi, sikurse që është falja e namazit, dhënia e bamirësisë, shkuarja në haxh, dhënia e zekatit, të urdhërojmë në punë të mira, të ndihmojmë të varfërve, të udhëtarëve, të gjitha këto këshilla që na jep Zoti, këto janë vepra adhurimi. Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, na ka thënë se veprat e adhurimit janë 70 lloje. Prej më të mirave, prej adhurimit më të mirë është namazi, me i ranë sejdë Zotit. Pyete veten kur ka ky balli jot në tokë. Është shumë e vështirë ti përulesh dikujt. Prandaj mundohu që ti përulesh vetëm Allahu. Po unë s'po di, ka edhe kjo zgjedhje. Në kanalin tim në YouTube, Iqbale Huduti, aty e keni në playlist shkoni namazi. 15 epizoda nga 30, 40, 50 minuta tregojnë se si ta krijojmë shpirtin adhurues. Se nëse na e falim namazin vetëm si rutin, hajtë se gjyshja jam e ka fal, filoni e ka fal, atëherë na nuk kemi arrit kur gjo, sepse ajo na bëhet vetëm rutin. Prandaj, prej 70 ibadeteve që Zoti na ka përmend në Kur'an, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, ibadeti më i mirë është adhurimi, namazi. Ndërto përmendet edhe ibadeti numër 1 është leximi. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Fjala e parë që ka zbrit është ikre, lexo. Po çka me lexu? Me lexu në emër të Zotit. Pse në emër të Zotit? Sepse profeti Muhammed, dërguari i Allahut, na mëson se çdo punë që fillon me bismillah është e kryer. Prandaj gjithmonë duhet ta dim se përveç adhurimeve tjera, leximi është shumë i rëndësishëm. Për shembull, sot me bëni vepër të mirë, që shpon pijet një gotë ujë, e s'ka kush me mafru, se ndoshta luanin e ka zënë gjumi, sa po bëjmë këto raketa këtu, mos është nëj futbollistik, nëj lojë, për që ata pesho dhe më pak, jo mirë që. Dhe me marrë një gotë ujë ka shumë punë, duke me shku të lavapjata, me marrë ujin, gotën, që me gjetë një të pastër, me pru. Me marrë një gotë ujë edhe me pru deri këtu është shumë se vapë. Mirë po shikoni, edhe ka punë, mirë po shikoni, vetëm ulesh, përpara e të qitë kafën, telefonin larg vetes, edhe mundohuni vetëm 30 minuta në ditë, dhe ato në mëngjes herët. Nëse keme shku në punë, praktikoje, qëse je ngrit në ora 6, e derisa je bo gati për me shku në punë në ora 7, ngritu edhe 15 minuta në 6, edhe merë lexo, ose duke shku në autobus, ose duke lexu përmes telefonit, e tjera, sepse jetu bo vepër adhurimi. Është një thonje e imamëve të ehlibetit, nëse një person, faleminderit Luan, bëni tap shpërndane, nëse një person vdes duke shkuar për të marrë dituri, ai person thot ai person falësion të shpërnda, do të shkoj drejt e në xhenet. Në botën islame, sidomos në Republikën Islamike të Iranit, kur kam qenë, atje rinia martohen herët. Si ta kryejnë shkollën e mesme, madje disa edhe në shkollë të mesme, por si ta kryejnë shkollën e mesme, në fakultet vitin e parë, dytë martohen rinia, sepse kanë më pak kushte dhe kanë më shumë siguri që mos të gabojnë edhe të bëjnë gjëra amoraliteti, sepse atje amoraliteti numërohet si kurvëri dhe dënohet me ligj. Prandaj është një zgjedhje shumë e mirë që martohen rinia, dhe nëse lindet fëmia, normal darsmat bëhen e gjitha këto, mirë po nuk është sikurse te na është martu nusja edhe me djalin edhe tash krejt një rend tjetër i jetës. Jo, e kundërta na nuk duhet rinis me ju përzi,
në këtë çështje, nuk do të me i kqyr adetet, okej, adetet kqyren 1 muj ditë, 4 të shtune këtu në Prishtinë kanë pas të martën, 4 të martë e 4 të shtune, si për vdekje, si për darsma, mblidhen fjalla, teze, daja, cent, shoqënia shkon një banjë për hajër, masi martohet çifti i ri, edhe that's it, pra kaq, pra. Prandaj edhe në botën islame, kur martohen dy të ri, aty Zoti thotë unë dërgoj bereqet edhe dashuri, e rris dashurin në mes të dy të rinjeve. Sepse kur martohen ka pak ma shumë siguri, e kur janë në lidhje të gjata, atëherë fillojnë të pengojnë njëri tjetrit dhe kështu që sidomos autoriteti i vajzës, edhe i djalit njësoj bie shumë rand. Emrah, luan këshyre që të emrahin, apo kushke, po hiq në pakës. Ja bona unë mute, qëta qa folin fjalë të ndryta, përveç mutës, ju lutëm bajani edhe blok. Prandaj, gjyshet nëse nusja metët shtatzon, pra vjehra e nonës dhe e djalit, nga ana djalit dhe vjehra nga ana e vajzës, ato grindën me zveti kush do të shikoj, kush do të mirët me këshyrjen, me kujdesin e fëmijëve, sepse e kanë sevapin si të studentit. Pra thamë, nëse një student shkon në punë, shkon në shkollim për të marrë dituri, nëse vdes rrugës, ai e ka një prej llojit të shahidave në xhennet.